Kështu, si që thotë gjykata kushtetuese që është bërshkelje me që nuk është arritur të konstituohet kuvendi, i bie se të gjithë janë shkelës të kushtetutës, apo tani edhe këtu ka interpretime varësisht nga cili kamp politik e lexon? Absolutisht në një mos mund të pajtohet. Njëra palë thot ata tjerë janë shkelësit, ata thonë këta janë shkelësit. Në një mos mund të pajtohemi me parafolsin rreth përmbajtjes së gjykimit të gjykatës kushtetuese në brishtsinë e saj. Më thonë, ne kemi një gjykim të gjykatës kushtetuese që është shumë më i brisht dhe shumë më i paqartë se sa gjykimi i vitit 2014. Gjykimi 2014 ka qenë më i qartë, ka përdorur gjuhë më të guximshme se sa atë që e kemi sot. Atë që e kemi sot është një gjuhë diplomatike e përdorur brenda gjykimit. A ju shkon kjo akteve juridike? Absolutisht, kjo nuk është një gjuhë të cilën duhet të përdoret posaçërisht në gjykimet e gjykatës kushtetuese, për faktin se pastaj jep mundësinë e keqpërdorimit të së drejtës së tyre apo të keqinterpretimit të tyre në favor të cilës parti i konvenon. Dhe kjo po na ndodh tani. Domethënë, derisa një parti interpreton në favor të vet dispozitat të cilat i shkojnë për shtati, kemi partitë të tjera të cilat gjithashtu interpretojnë në atë se çfarë ata e lexojnë apo duan të lexojnë nga gjykimi i gjykatës kushtetuese. Nuk mund të ndahen kush më pak dhe kush më shumë ka shkelur kushtetutën në momentin kur gjykata kushtetuese ka konsideruar që ka shkelje për shkak se nuk është duke u bërë konstruimi i kuvendit. Por, ajo që kemi tani, kemi një aktgjykim i cili me një dispozitiv shumë të mangët dhe me një arsyetim 47 faqe e cila nuk na tregon shumë. Prej aktgjykimit e gjykatës kushtetuese ajo që mund të nxjerremi dhe mund të debatojmë pastaj lidhur me atë se a mund të ndrohet forma e vendimarrjes në gjysmën e procesit, parafolsi tha po kur ka konsenzus. Edhe është fakt që kur ka konsenzus mund të kemi edhe ndryshim të formës. Por nëse shohim ne në 155 e tregon një formë se si duhet të veprohet me agjendën pikërisht me randin e ditës të cila është aprovuar, me të cilën ka filluar ky konstruimi i kuvendit. Nëse nuk ka bëj agjenda me randin e ditës ka qenë 9 prillit, 8 prillit, kur janë takuar faktikisht edhe kryesia e kaluar e kuvendit me grupet parlamentare, me parti politike të cilat kanë dalur me deputetët e tyre nga këto zgjedhje dhe ka përcaktuar randin e ditës. Dhe ne 155 si këtij aktgjykimi e që pajtohemi që duhet të ishte edhe më i qartë dhe duhet të ishte në dispozitiv dhe jo në arsyetim të këtij aktgjykimi, thotë që me atë rand të ditës të cilët është filluar duhet të vazhdoj. Nuk i mbetet, nuk ka diskrecion kryetari i kuvendit, ose ushtruesi detyrës të kryetarit të kuvendit, që ushton tani zoti Dehari, nuk ka diskrecion të nga skenari i cilët janë pajtuar në fillim kur kanë filluar të procedojnë me atë rand të ditës. Dhe na, çka kemi në atë rand të ditës, nëse i referohemi dhe nëse nuk gabojmë. Me një fjalë me thjeshtu, ashtu siç ka nisur, ashtu duhet të përfundojë. Nëse nuk ka konsenzus, nëse nuk ka bashkëpunim në mes partive politike për të ndryshuar diçka tjetër. Ajo që po shohim tani, kemi tentim për një votim të një komisioni, i cili unë nuk e shoh që është në pikë të randit të ditës. Dhe sipas meje, që mund të jemi edhe i gabuar, nuk e konsideroj që është mënyrë e rregullt të procedimit të matutjeshëm. Pastaj kemi edhe çështje tjera që mund t'i debatojmë nga ana përmes këtij aktgjykimi. Okej, si komenton këto interpretimet që janë bërë gjatë tërë këtyre ditëve, qoftë nga njëra palë, qoftë nga pala tjetër, se tani më kemi dy bloqe ndara. Paka shumë që mbrojnë një mendim. Si keni parë interpretimet? Po, është pjesa më e madhe e atyre që e lexojnë drejt aktgjykimin është që aktgjykimi për një është i brisht edhe ka qenë i paguximshëm. Edhe për më tepër një pjesë bukur e madhe e aktgjykimit është, si më thonë, ligjërat, në vend se të jetë kështu mënyrë taksative. Ndalemi këtu pse është i paguximshëm. Kuptimin i paguximshëm që në dispozitiv të tregoj qartë që ta zon. Kjo hap një debat tjetër pastaj. A duhet gjykatësit e kushtetuesës të mos kenë guximin ose t'ja kenë frikën politikës? Kjo është, unë po besoj që ta edhe për shkak të kontekstit aktual politik edhe kanë ndërtuar një aktgjykim i cili për ne si IKD nuk është shumë i paqartë. Për shkak që nëse do të me lexu drejt dhe jo shtrembët qysh lexohet dhe zakonisht leximi i aktgjykimeve i vendimeve të sistemit drejtësisë për politikës lexohet shtrembt. Nuk lexohet asnjëherë drejt dhe kjo mas nej, si më thonë, prej partive politike pritjet janë
ka 20 vite, 25 vite që partitë politike e lexojnë edhe në mënyrë tjetër, në mënyrë jo korrekte, në mënyrë jo objektive. Mënyrë jo objektive. Edhe kjo, po pastaj kjo nuk është e shnetshme as për sundimligjit edhe për demokracinë, po gjykata kushtetuese me akt gjykim ka vërtetuar 3-4 çështje. Një që ata që përmendi Ylli tek pika 155 e akt gjykimit. Përfundimi i seancës konstitutive do të më udhëheq në pajtim me dakordimin edhe me rregulloren edhe me praktikat parlamentare edhe veçanërisht me dakordimin që është marrë me 8 prill ndërmjet kryetarit të kuvendit dhe partive politike që kanë dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, që në kupton se kryesuesi aktualisht që është duke bërë zoti Dehari me propozim për votimin e fshat është një çështje që është jo kushtetuese. Pra, gjykata ka konfirmuar që votimi është propozimi për votim të kryetarit të kuvendit është jo kushtetues, edhe ka treguar që procedura do të mundjek e njëjtë siç ka qenë, po interpretim ne po bëjmë. Edhe shprehimisht që është kushtetues. Për nga aspekti juridik, askund nuk ka thënë gjykata që lejohet votimi i fshehtë. Dhe ka thënë. Por edhe askush ka thënë që është në kundërshtim. Nëse e keni lexuar, s'ka asnjë problem. S'ka asnjë problem. Tek neni 155, përmend edhe Ylli, ka definuar në mënyrë taksative dhe formale rendin e ditës për seancën konstitutive, e cila përmbajtje kryesore dhe të vetme të seancës konstitutive, e cila duhet të udhëheqet me përpikëri nga kryesuesi i seancës konstitutive. Pikë. Nga ai rend ditë më 8 prill. Nuk ka rend ditë tjetër atë. A mundem me Jo, derisa ta përfundoj. Konstatimi i tillë përforcohet nga fakti se seanca konstitutive është rregulluar në mënyrë të veçantë me kushtetutë dhe me rregullat të kuvendit dhe nuk i nënshtrohet procedurave të zakonshme. Votimi për propozimi për komision të fshehtë, për me votu fshehtë, nuk i nënshtrohet në seancë konstitutive. Ashtu siç nuk i nënshtrohet debati parlamentar. Kjo është pikë. Nuk ka diçka. Pastaj shkojmë edhe deri tek para përfundimit tek 178-it. Nuk përmban palet duhet me inicu, më falë vetëm pak. Tek para përfundimit, 187, më falë. Edhe 187. Gjykata marrë përballë vlerësimin dhe konstatimit më sipër konsiderant që zhvillimi dhe përfundimi i seancës konstitutive duhet të vëhet në pajtim me përcaktimet kushtetuese, rregull Kreun 3, që në Kreun 3 nuk i ke fare votimin e fshehtë, që votimit e fshehtë të komisionit ato i ke vetëm të seancat e rregullta, dhe praktikat e drejtaneshme. Dhe cila praktika e drejtaneshme? Me votim të me votim të hapur, vetëm pak minuta. Po, të lutem. Duke ashtu kësaj fakti. Se po ka shumë tema dhe pastaj Jo, duke ashtu kësaj edhe fakti që me 8 prill nga aspekti politik, ne kemi edhe deklarimin, po besoj që do të me cilësu racional të kryetarit të kuvendit zoti Konjusa, kur ai vetë në seancë e ka thënë atë që thotë gjykata kushtetuese. Kryetari i kuvendit do të nënshtrohet principit të negocimit me partitë politike në mënyrë për arsye se nuk i ka shumica ose partia më e madhe parlamentare, mund ta shihni në deklarimin e tij, që ka qenë deklarim i arsyeshëm, sepse lëvizja vendosur në bazë të rezultateve zgjedhore nuk dol me vota të mjaftueshme për me e zgjedh kryetarin e kuvendit vet, atëherë ky kryetari i kuvendit do të nënshtrohet principit të negocimit. Qoftë edhe zonja Haxhiu tani. Po, le të na jepni përgjigje zoti Rustemi në pjesën e parë. Dhe kjo nuk po bëhet Adnan. Nuk po bëhet. Me principit të prillit, me nënshtruar kërkesën e gjykatës kushtetuese për me bu konsenzus edhe kompromis. E para, domethënë, unë mund të konkludoj që opozita, rastin që ka dërguar në gjykatë kushtetuese, e ka humbur për sa i përket pretendimit